Me të vdekje vladi, si do të reagojsh? Cilë është nivë e deregje e besimit tënd? Me humbë pasurin, si do të reagojsh? Me të thanë mjeku, të kap një smundti sante dhe nesër shkon dhe t'i bëjnë analizat dhe diagnostifikojnë kancerin. Cili do t'jetë sabri ytë, si do të reagojsh? Sa njerëz janë smu ma shumë masi që e marrin lajmin. Njerëzit ma shumë smuhen, shkatrojnë vetin e tyre, masi që e marrin lajmi, masi që u vjen lajmi për problemin e tyre, për smundin e tyre. Edhe këtu kuptohet. Se kur diagnostifikohet smundtia, ai bëhet shumë keq. Pse? Por shkak se psikisht, shpirtërisht, ai nuk mundet ta përballon këtë gjë. S'është i përgatitur. Pse s'është i përgatitur? Por shkak se imanin e ka për toke. Është i dobët. Është i dobët. A problemi do të kemi? Sprova do të kemi? Prandaj jemi në këtë dynja. Sot jemi rahat, nesër s'dim çka na gjen. Nesër nuk dim çka na gjen. Por sa jemi të përgatitur shpirtërisht për t'i përballojmë të sprova. Edhe të jemi mirë, sa njerëz me muj ose me java para vdekjes humbin kontrollin e tyre. Pse? Për shkak se dështojnë psikisht, dështojnë shpirtërisht. Suni përballojnë smundit, suni përballojnë sprovat. E ti si besimtar nuk duhet të jesh aty.